2 muaj pa marrë rrogën, gruaja në Kuçov hipën Majkullës kërcënon se do të vetvritet. Një punonjëse pastrimit në Kuçov ka hipur në maj të Kullës tek ish uzina Kuçov dhe po tenton të hidhet t'i jap fund jetës. Burimet nga vendngjarja kanë bërë me dije se punonjësia Alona Bregu, 40 vjeç, është hequr nga puna dhe ka 2 muaj pa marrë rrogën, duke deklaruar se do të hidhet nëse nuk e fusi në punë. 40 vjeçaria punon në firmën e pastrimit në Kuçov. Videon e ka shpërndarë në Facebook Lefter Maliqi, duke shtruar disa akuza ndaj kryetarit të bashkisë. E rënd, po ndodh tani në Kuçov, punonjësia e pastrimit në Kuçov ka hipur në maj të Kullës tek ish uzina Kuçov dhe po tenton të hidhet jap fund jetës, pasi ka në 2 muaj pa marrë rroga të rastet përsëritura dhe kryetari i bashkisë i Paft i dënuar abuzues në nënhetim nga SPAK, Hajdari, i cili i ka dhënë mbi 1 miliard e 700 milion tender korruptiv kompanisë Viola Green dhe sot i kanë pushuar nga puna sepse kërkojnë pagat dhe të drejtat e tyre. SPAK ende hesht pasi për Viola Green dhe Hajdarin ka kallëzim në SPAK, turp, skandal. Kuçova si mesjet me qenë e plera si gërmadh, po sakrifikon edhe jetën e punonjësve të vet. Ndëshkim ligjor për këta të korruptuar, ka shkruar Maliqi.